Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e dytë në Rini nga Replik. Në këtë episod do të flasim për botën e shkrimit, një botë aq e bukur, ku do të ndërthurim këtu patjetër rinin dhe me këtë botë aq të bukur. Sot përballë meje kam Emin, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Klea, mirë se u gjeta dhe të falenderoj shumë për ftesën. Prezanto pak për grup moshën tonë dhe për grup moshat e tjera që na ndjekin. Unë jam Emilia Memishaj, jam studente në Akademinë e Bashkuar, Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë. Jam 20 vjeçe dhe unë jam këtu për të prezantuar librin tim, që kam publikuar së fundmi. Si të eci? Pyetja e parë, si shkoi? Po, deri tani ka shkuar shumë mirë, kam pasur dhe shitje dhe madje edhe nga njerëz që nuk i njoh. Më kanë mbështetur goxha njerëz për librin. Na fol pak për librin, pra për çfarë flet libri, çfarë mesazhi jep, ndoshta edhe pak për karakteret. Atëherë, libri si fillim është një zhaner i cili këtu në Shqipëri nuk ka hyrë ende, është një zhaner horror psikologjik. Deri tani personazhet janë pothuajse, pra si mund të jetë një film horror me personazhe të sëmur mendor, personazhe të cilët vuajnë nga gjëra të ndryshme. Pra ti ke futur dhe psikologjinë duke përdorur pak dhe si horror. Po pra, është horror psikologjik, domethënë çdo gjë vjen nga psikologjia e personazheve. Po, a ka ndoshta ndonjë karakter që ti e bazuar diku te dikush, ndoshta edhe ndonjë personazh filmi ose personazh në ndonjë libër tjetër, apo ka qenë thjesht një pjellë e imagjinatës tënde e gjitha? E gjitha ka qenë në pjellë e imagjinatës time, por kam marrë edhe copza nga njerëz që kam njohur, nga situata të ndryshme që kam parë në jetë. Dhe kanë ndikuar dhe ato. Po, duke qenë Emi se ti vazhdon dhe studimet e tua në akademi, si e ke ndërthurur pra shkollën, studimet me letërsinë, pra me artin, duke qenë se ti ke qenë dhe duke shkruar, duke vazhduar studimet, gjatë kohës që ti dhe e ke botuar. Pra si e ke ndërthurur dhe a ka qenë e lehtë për ty? Atëherë, si fillim, dihet që unë vazhdoj në shkollë ushtarake dhe ushtria nuk ka lidhje me letërsinë dhe është disi e çuditshme kur njerëzit e mendojnë, ua, po si ke bërë këto të dyja. Letërsia për mua është pasion. Është pasion dhe pasioni nuk lihet me janë. Nëse ti nuk ke kohë për diçka, domethënë e krijon atë. Nuk kurse e gjen, e krijon kohën për atë që ti don, nëse ti e ke vërtet pasion. Dhe tani studimet vërtet duan shumë përkushtim maksimal, por dhe pasioni do përkushtimin e saj. Duke qenë se jemi tek studimet dhe tek pasioni, çfarë do ndjekësh ti? Të do dyja. ndjekësh studimet apo pasionin? Të dyja. Mund t'i bëj të dyja. Mund t'i bësh të dyja. Po, sepse studimet të formojnë si njeri, kurse pasioni të lejon të shpresh për atë që je. Duke qenë se jemi dhe tek studimet dhe te pasioni, rinia sot fokusohet më shumë tek studimet, pra duke qenë se është diçka që ata e kanë, sepse vazhdojnë studimet, dhe pasioni ndoshta kërkon pak më shumë guxim. Rinia shqiptare sot, çfarë bën nga këto të dyja? Sipas mendimit tënd? Unë mendoj se varet nga individi, se çfarë ambiciesh ka, çfarë vizionesh ka, çfarë do të bëj në të ardhmen e tij. Ka që mund të ndjekin të dyja, ka që mund të ndjekin vetëm pasionin, ka dhe që mund të ndjekin vetëm studimet. Pra varet edhe nga kushtet që ata kanë. A ka frikë rinia shqiptare sot të ndjeki pasionet dhe talentin? Mendoj që kanë. Shumica mendoj që kanë, sepse është ajo pjesa e paragjykimit. Duke qenë se ne e dimë se si është pjesa e artit dhe kulturës, që nuk kurse ka ndonjë zhvillim. Mendoj që kjo pjesa i step back, edhe nuk mendoj që kanë atë guximin e dur për të vazhduar, për të ndjekur ëndrat e tyre. A jeton, le të themi, thonjza arti i shkrimit tek rinia sot? A qëndron, a e ndjekin, a lexojnë, a din të shkruajnë, mbase sigurisht që din të shkruajnë, por a e kanë ato guximin që ndoshta të paktën ta hedhin atë hapin dhe të botojnë libra, ti postojnë ato? Rinia shkruan. Unë njoh shumë njerëz që shkruajnë, por nuk kanë guxim t'i hedhin ato mendimet e tyre në diçka që mbetet dhe në diçka që preket. Pra, ta bëjnë në një libër. Kupton? Pra është diçka që nuk e di pse stepen, ndoshta nga paragjykimet, ndoshta nga Pse ndodh? Pse ka paragjykime sot? Për arsye sepse arti nuk është aq i zhvilluar këtu, nuk është aq dhe nuk ka aq shumë mbështetje, nuk ka aq shumë suport. Sa rinia që
të vazhdoj atë që ata duan. Se ndodh kjo, mos ndoshta kemi dhe çështje të tjera sociale që e kanë vrarë artin, për shembull rrjetet sociale, a e kanë vrarë artin, a e kanë stepur talentin, e kanë kyçur diku? Patjetër që e kam vrarë artin për mendimin tim. Po të bëjmë një krahasim të vogël si ka qenë arti në Shqipëri para disa vitesh dhe si është sot. Mendoj që ka një ndryshim. Ka një ndryshim të vogël, por që dhe ato ndikojnë rrjetet sociale. Përderisa tani ti imagjino pak, domethënë poston një vajzë një foto, merr miliona like. Postohet diçka e artit, qoftë shkrim, qoftë poezi, qoftë art, qoftë këngë, apo çfarëdo lloj gjëje që futet në botën e artit, merr shumë pak like. A mos ndoshta arti është kthyer thjesht në tradicionale dhe nuk është më pjesë e kësaj botës moderne që ne njohim tashmë, duke qenë se unë nuk jam pro këtij mendimi, mendoj që arti qëndron art dhe mendoj se po, arti është i ndryshëm në periudha të ndryshme kohore, por nuk mendoj që duhet harruar fare dhe duhet kthyer në tradicionale. Ti jemi si mendon, është kthyer në tradicionale? Unë mendoj që arti është pjesë e botës. Pjesë e botës moderne, pjesë e botës ku ne jetojmë sot, por dhe ajo ka vlerën e saj. Nuk do me thënë që, okej, sot vlerësohen gjëra të tjera dhe arti ngelet pa vlerësuar. Vlerësohet, por nga pakica. Duke qenë se je 20 vjeç, vazhdon studimet në Akademinë e Shtetit, a je paragjykuar, duke qenë se je kaq e re, ke botuar dhe një libër, atë kanë paragjykuar, ndoshta dhe ta kanë ulur atë motivimin, po mos se je re akoma, po mos se tani njeri nuk lexon më. Jo, me thënë të drejtën, unë i prisja këto komente, prisja shumë paragjykime, por jo, jam surprizuar dhe vetë nga kjo gjë, domethënë shumica e njerëzve kanë ngritur të surprizuar që wow, ke botuar një libër, sidomos për pjesën e zhanerit. Përveç moshës, është edhe pjesë e zhanerit që kanë ngelur të surprizuar. Është një zhanër që jo të gjithë, jo të marrin ato guximi, por është një zhanër që jo të gjithë shkruajnë ose edhe lexojnë, ndoshta. Këtu në Shqipëri nuk ka fare, me sa di unë të paktën për zhanerin horror në letërsi. Më shumë, domethënë dhe të rinj shqiptar, domethënë se unë njoh të rinj që shkruajnë, dhe të rinj shqiptar që kanë shkruar ose shkruajnë dram, shkruajnë romanc ose poezim. Domethënë këto janë tre zhanret më kryesore këtu në Shqipëri që të rishen më shumë. Dhe unë mendova të hyja me diçka të retë, cilën të bëja, si ta them, një ndryshim të vogël, të hyja në treg me diçka që tregu t'i mungonte. Duke qenë se jemi te libri dhe të qëndrojmë tek libri yt, çfarë mesazhi jep? Mund ta shtjellosh, mund ta japësh me një fjali, çfarë mesazhi jep libri dhe ku është thelbi i gjithë romanit? Atëherë, thelbi i gjithë romanit është që njeriu ka vuajtje në jetë dhe përsëri vazhdon përpara, vazhdon që ta jetoj jetën, ashtu me vuajtje, ashtu si i rrjedhin gjërat, ashtu si i vijnë gjërat. Pra ideja është që mos të dorëzohemi për asgjë në jetë. Dhe ai që e ka lexuar historinë e kupton se çfarë dua të them tani në këtë mesazh. Okej, nuk do bëjmë kështu tani, nuk do tregojmë fare se për çfarë flet libri, do t'ua lëm vetë lexuesve që ta lexojnë, por që ky ishte gjithë mesazhi dhe gjithë thelbi i librit. Unë dua të di si funksionon tregu. Pra, çfarë taktikash ndoshta ka që libri yt të shitet? Ndoshta a ka funksionuar deri tani? Cilat grup mosha e lexojnë më shumë? Si ka funksionuar deri tani? Atëherë, unë nuk është se jam marrë shumë e pjesën e reklamimit, sepse që të bësh një shitje të mëdhaja, duhet të bësh reklamim shumë të mirë. Pra është e gjitha tek pjesa e marketingut. Duke qenë për arsye të angazhimeve që kam pasur ndaj shkollës, nuk kam mundur t'i realizoj të gjitha gjërat siç dua unë. Por deri tani, aq që sa kam shitur, ka qenë mosha rreth 20 e sipër deri tani. Kështu që mendoj se është diçka atë që doja, domethënë kam arritur atë që duam. Duke qenë se ne jemi te rinia dhe kjo grup mosha 20 e sipër na intereson, rai shumë dje se rai ti përket adoleshencës, por po grup mosha e adoleshencës, a ka patur interes tek libri? Deri tani jo, sepse siç thashë kam shitur te shoqëria ime dhe shoqëria ime është mosha 20 e sipër, kështu që pra me të njohur njëri pas tjetrit jo. Deri tani jo, por që ua sugjeroj që ta lexojnë, sepse është diçka që ja lëm rajt, të që të merret raj me këtë pjesën e adoleshencës.
Çfarë do të doje të ndryshonte në Shqipëri për të rinjt që kanë ambicie dhe një pasion për një talent të caktuar? Atëherë, si fillim duhet të filloj që te familja. Pra familja t'i mbështes për ëndrat e tyre, ti motivoj, të thot po vazhdo dhe jo ta domethënë të thot fjalë negative që ta stepi, se sa më shumë fjalë negative të marri një fëmijë apo se që në fëmijëri fillon kjo. Dhe prandaj po e zë pjesën e fëmijërisë, domethënë nëse një fëmijë merr fjalë negative që nga prindrit, çfarë pret më nga bota. Përveç familje, dhe nga shoqëria, pra duhet jetë pak më kujdesshëm me shoqërinë që zgjedh, pavarësisht se fëmia Është ende fëmijë. Është ende fëmijë dhe nuk e kupton, por që duhet futet edhe pak prindi për këtë gjë. Përveç shoqërisë duhet jenë dhe mësuesit, të cilët ti motivojnë nëse kanë një talent, ti mbështesin sa më shumë, ti suportojnë. Po. Dua të japësh një mesazh për të rinjt që kanë një pasion, por kanë frikë. Pra e kanë atë talentin, por kanë frikë të publikohen. Atëherë, duhet të ndjekin pasionin e tyre. Pasioni ngelet pasion, ëndrat, nëse ata duan t'i realizojnë vërtet, kanë dëshira të mëdha për të realizuar ëndrat e tyre, le t'i ndjekin. Le të vazhdojnë, pavarësisht moshës, pavarësisht paragjykimeve, njerëzit kështu janë. Disa do të mbështesin dhe disa do të paragjykojnë. Pra nuk janë të gjithë duke të pritur me krah hapur dhe duke duar trokitur për ty. A ka ndoshta, nuk po flas vetëm për shoqërinë tënde, po flas dhe për ndoshta për persona të tjerë që ndoshta nuk i ke shoqëri të afërt që mund të ndodhë ndonjëherë të ulen në tavolinë dhe të flasin për letërsinë, të flasin për botën e shkrimit? Po, më ka ndodhur me thënë të drejtën, sepse biseda që unë dua të përcjell në tavolinë, qoftë me ata që kam shoqëri dhe qoftë me ata që mund t'i kem të afërm apo çfarë do lloj gjëje, duhet të jetë një bisedë produktive. Pra, të marrësh dhe t'i japësh, të dyja palët, qoftë unë, qoftë dhe ata që janë në tavolinë me mua. Dhe pse jo, letërsia është diçka që është pjesë e jetës sonë. Ndoshta po rikthehet si gjë? Po rikthehet deri diku, po largohet më shumë, pra kjo pjesa e botës së shkrimit, e botës së artit, apo harrohet, apo po e rikujtojmë sërish. Çfarë po ndodh pra? Mendoj që pjesa e artit është si e punë e modës, që vjen diçka e re, më vonë largohet ajo, vjen diçka tjetër, më vonë rikthehet përsëri ajo që ishte në fillim. Pra është si punë në rotacioni dhe punë e artit kështu është. Pra kështu funksionon me rotacion. Me rotacion, atëre kjo qëndron më shumë tek çfarë lloji arti është. Pra flasim se arti përmbledh shumë gjëra të tjera, mund përmbledhi muzikën, mund përmbledhi përveç shkrimit flas. Është qëndron tek çfarë lloj arti, apo qëndrojmë te bota e shkrimit dhe flet për llojin e zhanrit dhe për llojin e grupmoshave që e lexojnë, pra çfarë përfshihet tek kjo gjë që shkon dhe vjen? Te ky rotacion përfshihet arti në përgjithësi, por për sa i përket pjesës së librave, ajo nuk është dhe aq në atë nivel me artin tjetër, siç është muzika, siç është piktura, e të tjerë. Pra është, si ta them, është sikur po harrohet. Emi, unë dua që të lexosh edhe një pjesë nga libri yt, dhe do më thuash dhe pse zgjodhe që ta lexosh sot për ne. Po. Po ndërsa i jepte qumshtin, mendja nuk i ndai nga Xhoni. Një mendim i ftohtë si teth thike, i kaloi tej për tej, po sikur t'i jepte një shans. Jo për dashurinë. Ajo nuk ishte më e njëjta. Zemra e saj ishte tretur në net gjata, e në kujtime që i përplaseshin si uragan. Pas asaj të arje, asgjë nuk ishte mbetur e pastër. Çdo shikimi i saj ndaj burrave ishte tashmë i ftohtë, i ngrirë, pothuajse bosh. Megjithatë, këtë herë ndjeu një forcë të re që po i vlonte në gjak. Do ta lëndoj. Ashtu siç më lëndoi ai mua, këtë herë loja është në duart e mia. Pse zgjodhe Emi ta lexosh? Atëherë zgjodha këtë sepse është një moment ku çdo njeri që ka pasur ndjenja të forta për t'i këmbë dhe i rikthehet ai person pas ndarjes. Gjëja e parë që ai person mendon është që unë do ta lëndoj siç më bëri ai mua. Pavarësisht dashurisë që ai person mund të ketë. Pra domethënë hakmarrja është ajo gjëja e parë që të vjen pas ndarjes.
A e bëri këtë hakmarrjen ajo si përfundim apo? Ngelet për të parë. Mirë dishte që ta lexoni, kështu që nuk e tregoj. Emi, unë të falenderoj shumë sot që ishe sot me ne, që ishe sot në Rini, dhe dua shumë që t'u japësh, ne folëm pak dhe pak më përpara për këtë, por në këtë mbyllje unë dua që t'i japësh një mesazh të rinjve shqiptar, të cilët kanë pasione dhe ta ndërthurësh pse jo dhe pak me eksperiencën tënde. Dua t'u japësh një mesazh dhe mund t'ju flasësh sy më sy. Atëherë mesazhi im është që pavarësisht moshës dhe pavarësisht fjalëve të njerëzve, ju duhet të vazhdoni përpara dhe të plotësoni ëndrat tuaja. Pra, diçka që e keni në mendje pse mos ta bëni realitet dhe të jeni dhe të kënaqur me veten tuaj. Ky pra ishte dhe episodi 2 në Rini nga Replik. Folëm sot për botën e shkrimit. Jam shumë krenare dhe shumë mirënjohëse që ishe sot me mua. Shumë faleminderit. Unë duke qenë se kam botuar dhe unë një libër timin dhe më bëhet shumë qefi që të kem të takoj dhe një vajzë tjetër të së njëjtës moshë që ka botuar dhe ajo librin e saj. Unë uroj që të eci mirë dhe patjetër sigurisht i drejtohem dhe unë grup moshave tona. Pasioni ngelet pasion, nuk ka gjë më të bukur se talenti. Sidomos kur talenti është i lindur, duket sikur është një fuqi magjike që ti e zotëron, ama duhet të dish se si ta përdorësh dhe si ta vësh në funksion. Po, për të arritur ëndrat nuk është nevojshme vetëm të kesh talent, por shumë e rëndësishme tek këmbgulja. Pra mos të dorëzohesh gjatë rrugës, sepse ka momente që të kap pesimizmi, po është pjesë e procesit. Pra të kap një herë pesimizmi, pastaj kalon te optimizmi, pastaj pesimizmi përsëri. Me thënë janë të ndërthurura bashkë. Si është ajo shpreha që mirja dhe e keqja janë bashkë gjithmonë, dhe puna e kësaj domethënë. Pra sepse njeriu do ketë dyshime gjatë procesit të krijimtarisë, gjatë procesit të punës, por që nuk duhet të dorëzohet. Faleminderit shumë Emi, nuk do ta thosha më mirë, pra ambicia qëndron një nga forcat më të mëdha të talentit dhe pasionit. Shumë faleminderit që na ndoqët dhe do të shihemi në episodin e 3.